po themi. Vim pak tek lufta KPT-ja e madhe e narrativave, që futet tek kontrolli, jo? Po ti në mos gaboj, unë e mbaj mend që fjala kontroll vjen nga fjala latine, gjithmonë ka bërë përshtypje, më kujtohet bicikleta me kontra, se është kontrarotulare, që ti e menaxhon atë duke e bërë lëvizjen tënde për të frenuar ose për të vepruar më shpejt. Pra, ti kupton çfarë i bëjnë njerëzve këta. Kontrolli i narrativave. Po në këtë drejtim, po të kujtojmë vitin 2014, kur për shumë vetë kryeministri thoshte që ato që janë mushkonja ty të duken si avion që transportonin drogë, që nga i moment tani nuk besoj se ka një njeri në Shqipëri, po dhe në botë, që nuk e di tani që territori u kanabizuar, lekët krijuan grupime të cilat kanë ardhur të investohen, të shplahen, të pastrohen, të lahen dhe të kurosen në Shqipëri. Pra, si narrativ, ajo ka rënë. E dyta është që tingëllon modern, por është padyshim, le të themi, ballkanik, pamjen mund ta ketë, si më thënë, interesante si... Edhe pamjen e kishte dikur, që prezanton një rëndësi. Por që tingëllon i ngadalt, i lodhur në një kuptim, i përkulet me lonit, e tall Trumpin, si më thënë, ka disa elemente të cilat i flasin narrativës, butaforik, analizës popullore. Pyetja në këtë rast e natyrshme është kjo, duke patur parasysh që këto histori të krijuara artificialisht, mban mend ti që qyteti nuk ka kuptim të rritet horizontalisht, tani duhet të rritet vertikalisht. S'merrni vesh juve, sepse në balkone duhet të ketë pemë. Po tash ti thua po hajde ta dëgjoj një herë, po tash e kupton që është një hajvanllëk, një budallëk me brir. Ose për shembull nuk e di, çfarë lloj gjëra s'kemi dëgjuar. Në këtë sens, pse ka qenë e pamjaftueshme që ti vihet gishti kësaj qeverisje për t'i thënë e çmendur, jo kombëtare, narciziste dhe budallaqe? Shiko, Adi, ju e dini shumë mirë që në debatin e famshëm, që në fakt nuk ka qenë një debat, po ti marrim si modele të Orwellit me Huxleyin, në fakt Huxley tregon që në afatgjat kishte më shumë drejtë se sa Orwelli. Pra varianti utopik i tij deri diku, përkundër variantit distopik të Orwellit, ishte një variant i cili triumfoi. Dikur diktaturat apo sisteme totalitare, siç ishte Shqipëria, synonin kontrollin që thatë ju totalitar. Pra, sisteme totalitare ndryshojnë nga ato autoritariste, post-totalitare, sultanistike, do me thënë sepse janë sisteme si Enver Hoxhës, apo Bashkimi Sovjetik në Stalinin, apo Hitleri, të cilët synojnë kontrollin total përmes sigurimit, mjeteve të cilët nuk lejojnë, si thua, asim më shkojnë të fluturoj pa leje. Dhe prandaj s'kishte disidencë në Shqipëri, dhe prandaj s'kemi kulturë politike sot, se kjo pastaj na hap tema të tjera bisede. Ndërkohë që në botën e sotme është e kundërta. Dhe kjo jo vetëm Shqipëri. Në botën e sotme ke jo një mjet shtypi propagande siç kishte atëherë, po ke 1500 mjet të ndryshme shtypi. Tani ai mesazh që themi unë dhe ju apo dikush tjetër, sa mund të rezonoj apo të reverboj në momentin që janë tamburët e propagandës, të cilët zhurmojnë dhe të cilët mbysin çdo nuancë mendimi ndryshe. Pra ne mund t'i themi këto që themi, por ndërkohë ka të tjerë që thonë që ky është lideri më i jashtëzakonshëm në planet, sepse ky arrin të sfidoj Trumpin, të sfidoj Melonin, të Gaja